Përshëndetje shenja e demit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat I ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizmë orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi krye priftëreshat, 2 kupat, njeriu I varur, 8 shpatat. Në planin personal, krye priftëresha tregon se këtë javë nuk jeni në energjinë e veprimit të vrullshëm. Përkundrazi, po dëgjoni zërin e brendshëm, mund të keni ndjesinë se intuita juaj po ju jep përgjigje për gjëra që logjika ende nuk arrin t'i shpjegojë. Shpesh kjo kartë shfaqet kur një person e di në zemër se çfarë po ndodh, por ende nuk ka prova të mjaftueshme për ta shprehur me fjalë. Më pas shfaqet 2 kupat dhe kjo kartë sjell harmoni, mirëkuptim dhe lidhje. Mund të flas për një person të rëndësishëm në jetën tuaj, por mund të flas edhe për nevojën për të qenë në paqe me veten. Më pas shfaqet njeriu I varur dhe kjo kartë tregon se disa gjëra nuk mund të shtyhen përpara me forcë. Ka një ndalesë të përkohshme, jo si ndëshkim, por si mundësi për të parë situatën nga një kënd tjetër. Më pas kemi 8 shpatat dhe kjo kartë më bën të mendoj se pengesa kryesore nuk është jashtë jush. Pengesa kryesore mund të jetë frika, hezitimi ose analizimi I tepërt në mendjen tuaj. Pra duket se ju po kuptoni shumë gjëra në heshtje, por një pjesë e juaja ende nuk ndihet plotësisht e lirë për të vepruar sipas asaj që di. Kartat këshillojnë të mos kërkoni përgjigje të reja. Kërkoni guximin për të besuar përgjigjet që tashmë I keni. Kalojmë në familje. Në familje kemi mbreti I monedhave, 6 shkopind, 8 shkopind, mbreti I shpatave. Në familje, energjia ndryshon krejtësisht. Këtu nuk kemi më pasiguri apo pritje. Këtu kemi stabilitet, organizim dhe zhvillim. Mbreti I monedhave tregon një figurë të fortë dhe të besueshme. Mund të jetë një person konkret që mund të jeni ju vetë pa dallim gjinie, ose mund të jetë dikush në familjen tuaj që mund të jetë partner, partnere ose antar familje. Ose mund të jetë thjesht energjia e përgjegjësisë që dominon në familje. 6 shkopind sjell sukses, krenari dhe ndjenjën se përpjekjet po njihen. Më pas kemi 8 shkopind, që është një kartë shumë dinamike, që shpesh flet për lajme, komunikim dhe zhvillime që ndodhin më shpejt se sa pritej, por mund të flas edhe për udhëtime. Në fund, mbreti I shpatave vendos qartësi mbi gjithçka, sepse mbreti I shpatave tregon se vendimet nuk do të merren mbi bazën emocionale të çastit, por mbi logjikën dhe drejtësinë. Duket se një situatë në familje po bën progres, ose po merr drejtim më të qartë dhe më të organizuar. Kartat këshillojnë të flisni qartë dhe të veproni me maturi, sepse bashkëpunimi do të sjellë rezultate më të mira se këmbgulja për të pasur të drejtë. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi perandoresha, 10 kupat, asi I kupave të dashuruarit. Në dashuri, unë besoj se ju e shihni që kjo është një sferë që po shkëlqen. Perandoresha e hap narrativën me energji ngrohtësie, me energji afeksioni dhe me energji dashurie të sinqertë. Perandoresha është karta e rritjes, është karta e pjellorisë emocionale, e ndjenjave që duan të lullëzojnë, e ndjenjave që duan të ushqejnë dhe e ndjenjave që duan të llastojnë. Më pas kemi 10 kupat, edhe kjo kartë flet për lumturi, për mbushje dhe ndjenjën se zemra po gjen atë që kërkon.
Më pas shfaqet asi i kupave dhe kur një kartë kaq e fuqishme si asi i kupave shfaqet pas 10 kupave, shpesh tregon se emocionet jo vetëm ekzistojnë, por po rinovohen. Pra, për disa mund të jetë një fillim i ri emocional, një hapje zemre ose një ndjenjë që po forcohet, ose mund të jetë një periudhë ku dashuria përjetohet më pastër. Për disa të tjerë mund të nënkuptojnë një person të ri në jetën tuaj sentimentale. Dhe në fund qëndron karta e të dashuruarve. Të dashuruarit nuk flasin vetëm për romancë, më tepër nënkuptojnë një lidhje me potencial të fortë emocional, afrim, harmoni dhe një zgjedhje që bëhet me zemër. Duket se kemi një nga ato kombinime ku kartat nuk flasin për pengesa, por për mundësi. Kartat këshillojnë të mos keni frikë të hapni zemrën. Ndjenjat e sinqerta rriten kur ushqehen me besim dhe jo me dyshim. Kalojmë tek puna. Në punë kemi perandori, 9 kupat, 6 shpatat, mbretëresha e shpatave. Në punë shohim një energji shumë të pjekur. Perandori tregon kontroll, strukturë dhe autoritet. Ju nuk dukeni si dikush që po ndërton mbi ëndra të paqarta. Përkundrazi, po kërkoni baza të forta. 9 kupat sjell kënaqësi dhe ndjenjën e arritjes. Mund të mos jetë ende fundi i rrugës, por ka arsye për të qenë të kënaqur me progresin. 6 shpata tregon kalim gradual nga një periudhë më e lodhshme drejt një periudhe më të qetë. Dhe mbretëresha e shpatave në fund kërkon objektiva. Ajo ju kujton se suksesi nuk vjen vetëm nga dëshirat, por edhe nga aftësia për të bërë zgjedhje të mençura dhe të kalkuluara. Duket se mund të largoheni nga paqartësitë dhe të afroheni drejt një pozicioni ku gjërat kuptohen dhe menaxhohen më mirë. Kartat këshillojnë të mos keni frikë të vendosni kufi. Qartësia, unë mendoj se është aleati juaj më i madh këtë javë. Kalojmë në Prism Oracle ku kemi krijimtaria. Kjo kartë ju thotë se nuk jeni thjesht vëzhgues të asaj që po ndodh në jetën tuaj, por jeni bashk krijues të asaj që po lulëzon në jetën tuaj. Gjë e cila ka më shumë forcë se sa ajo që ju pengon.